Me që pa dafatin kem kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, zotëri Bujar Spahiun, do doja t'ju uroja unë gjithë besimtarëve musliman ditën e Bajramit, Bajram Mubarak. Çfarë është Bajrami për muslimanët? Bajrami është festa për të gëzuar dhe ndar atë me gjithë miqt, familjen dhe me çdo që njeriu dëshiron me zemrën e tij. Është një ditë që realisht duhet ta përjetojmë të gjithë së bashku, por edhe pas Bajramit duhet gëzohemi me gjërat pozitive. Se kemi dy Bajram? Ne i themi Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël. Po Bajrami i Madh është Fitr Bajrami, pra Ramazani, dhe Bajrami i Vogël është nga që therim kurban. Presim kurban në këtë. Pra Bajrami i Madh është ai i mbarimit të Ramazanit dhe kthimi në normalitet. Normalitet në natyrshmëri. Kurse kurban Bajrami është edhe ajo një sakrificë shumë e madhe që therim kurban dhe e ndajmë atë me të tjerët dhe pastaj kryejmë edhe. Kush është festa më e rëndësishme për besimtarët? Për besimtarët musliman janë këto dy festa, po çdo festë tjetër që është pozitive është e dobishme për njeriu dhe është e rëndësishme për besimtarët musliman. Dhe një pyetje e fundit, pavarësisht se jemi në ditë Bajramit, si janë raportet mes komuniteteve fetare të Shqipërisë? Raportet mes komuniteteve fetare janë të shkëlqyera dhe këto raporte mundon. Vërtet shkëlqyera? Vërtet, praktikisht. Dhe unë gëzohem shumë që jemi në këtë mënyrë, ne jemi shqiptar dhe mbi gjitha, pavarësisht besimeve, mendimit dhe kulturës që kemi, të ndryshëm, kjo është një pasuri në diversitet dhe nuk është asgjë tjetër për të konfliktuar me njëri tjetrin. Atëherë unë ju uroj Bajramin ju dhe gjithë besimtarëve musliman. Faleminderit edhe juve ju uroj dhe stafit tuaj dhe televizionit Klan. Faleminderit. Faleminderit.